Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Emine Ramazani, jam mësimdhënëse në shkollën fillore Rilindja të fshatit Llojan, komuna e Likovës. Sot do të realizoj një orë në distancë në kuadër të programit e-klasa në lëndën e gjuhës shqipe. Fusha programore, njohuri për gjuhën, përmbajtja mësimore, emrat e përveçshëm dhe të përgjithshëm. Qëllimet. Formon fjali duke përdorur emra në numrin njerëz dhe shumës. Grupon emra sipas gjinisë femrore dhe mashkullore. Të formoj kuptim për llojet e ndryshme të emrave. Dallon dhe drejt shkruan pa gabime emrat e përgjithshëm dhe të përveçshëm. Tu kam paraqitur disa figura: vajza, qeni, fletoria, mali. Por çfarë kanë të përbashkëta këto figura? E përbashkëta e gjithë këtyre është se të gjithë këta janë emra. Pra, fjalët që emërtojnë njerëz, kafshë, sende, vende, quhen emra. Të rikujtojmë. Emri ka numër, numrin njëjës dhe numrin shumës. Emri ka gjini, gjinin femrore, gjinia mashkullore, gjinia asnjënës. Emrat mund të jenë emra të përgjithshëm dhe emra të përveçshëm. Rikujtojmë edhe një herë. Emrat mund të jenë të përgjithshëm, të përveçshëm. Lexoni me vëmendje vargjet dhe nënvizoni emrat e përveçshëm dhe të përgjithshëm. Qani ju shpata ju dy feqë, shqiptari u zë si zog ndërleqë. Qani ju trima bashk me ne, se ra Shqipëria me faqen dhe. Qysh prej Tivarit deri përves, gjithkund lëshon dielli vap edhe rres. Është toka jon, prindi na ka lënë. Pra siç sekëm, duhet t'i gjejmë emrat dhe duhet t'i nënvizojmë. Kemi emrin Shpata, është emër i përgjithshëm. Shqiptari është emër i përgjithshëm. Zog është emër i përgjithshëm. Leqe është emër i përgjithshëm. Trima është emër i përgjithshëm. Shqipëria është emër i përveçshëm. Tivarit është emër i përveçshëm. Preves është emër i përveçshëm. Rreze është emër i përgjithshëm. Prindi është emër i përgjithshëm. Përsërisim edhe një herë, pra Shpata, Shqiptari, Zog, Leqe, Trima, Rreze, Prind e tjerë janë emra të përgjithshëm, kurse Shqipëri, Tivar, Preves janë emra të përveçshëm. Emri i përgjithshëm emërton frymor ose sende apo ide të përgjithësuar. Shembull, shpata. Bëhet pyetja, cila shpatë? Emri i përveçshëm emërton një frymor, një send të veçuar. Emri i përveçshëm shkruhet gjithnjë me shkronjë të madhe. Pra siç ishte edhe te vargjet, Tivari, Preves janë emrat vendeve dhe shënohen me shkronjë të madhe. Janë emra të përveçshëm. Emrat e përveçshëm përdoren vetëm në numrin njëjës. Kemi këtu një ushtrim. Plotësoni fjalitë me emra të përveçshëm. Domethënë këtu na mungojnë emrat të përveçshëm dhe ne duhet i gjejmë. Adheu ynë është Maqedonia.
Kryetiteti i Maqedonisë është Shkupi. Qyteti i Kumanovës është shumë i bukur. Xhaxhai kushtrimi është shoku i babit tim. Shoku im quhet Aulon. Pra, Maqedonia, Shkupi, Kumanovës, kushtrimi, Aulon janë emra të përveçëm dhe siç e shihni, shënohen me shkronjë të madhe. Kemi edhe një ushtrim tjetër, thotë shkruani emrat ashtu si duhet. Kemi emrin fshat, qytet, Ilir, Motor, Teuta, Mavrov, Prishtinë, Durrës, Qenq, Tetov, Sharr, Koraf. Pra, si që kam më larg, emrat e përgjithshëm ishin me shkronja të vogla. Ndodh të kemi emër të përgjithshëm, por në fillim të fjalisë ju e dini se fjalia fillon gjithmonë me shkronjë të madhe, ndërsa emrat e përveçëm gjithnjë shënohen me shkronjë të madhe, pa marrë parasysh se është në fillim, në mes apo në fund të fjalisë. Pra, fshat është emër i përgjithshëm. Qytet është emër i përgjithshëm. Ilir është emër i përveçëm. Motor është emër i përgjithshëm. Teuta është emër i përveçëm. Mavrov është emër i përveçëm. Prishtinë është emër i përveçëm. Durrës është emër i përveçëm. Qenq është emër i përgjithshëm. Tetov është emër i përveçëm. Sharr është emër i përveçëm. Korap është emër i përveçëm. Detyrë shtëpie. Shkruani nga dy emra të përveçëm njerëz, qytetesh, fshatrash, malësh. Dhe emërtoni disa kafshë shtëpiake dhe disa bijë. Pra nxënës të dashur, kjo ishte e gjitha për sot. Ju përshëndes dhe mirupafshim.